zoti Meoni, ka fy aty prap kur ka hy Sami, në kafe. Është Sami Serbia, edhe normal kanë reagu në bazë deklarimeve, kanë reagu qytetarët. Edhe ai shtetë rrethim nuk e hishëm për Kosovën, nuk e hishëm për Drenicën. Fillimisht e denojna sjelljen, gjuhën e urrejtjes. Zoti Lështoku, jam i bindur që në moment që i shkon ftesa nga prokuroria e Kosovës, dhe apelsi do ati dhe të veproj njojt, edhe bazë dëshmitarve që kanë deklaru atje, e ka fy dhe kur aty ka fy, dhe të kur ka hy Zoti Lështoku. A mund të përshkuni do një detaj si ka ndodhur? Nuk kom detaje, po si kom dëgju, zoti Meoni, ka fy aty prap kur ka hy Sami, në kafe. Është Sami Serbia, edhe normal kanë reagu në bazë deklarimeve, kanë reagu qytetarët, aty edhe kanë mujtë moshtyr me zveti, moshtë. Nuk ka temë kjo jona, unë besoj që ka pas kamera, edhe organet përkohët, si shojnë kamerat edhe zbardhin rastin. Po e thom me përgjithësi plot. E pavarësisht kush është fajtori, në këtë rast, nuk është një popull i tërë fajtor aty. Nuk më e terrorizojmë një popull, nuk më i kthejmë skenat Milošević i Drenicë. Sa ta policia në lozën tonë, njën motra tona. Ne do t'jalojmë organet përkohët të merren me ato, jo politika të interferoj dhe të kërkoj si që është rasti i kryeministrit në detyrë zoti Kurti që boni thirrje që policia të shkojnë në Skënderaj. Edhe ai shtetë rrethim nuk e hishëm për Kosovën, nuk e hishëm për Drenicën, sepse këta janë policia jonë. Ishte njësi speciale të janë atje? Absolut jo. Unë jam edhe jurist me profesion, ka ndodhur një rast dje mes dy kryetarëve të partive. Ai kryetari vetë vendosi se ka bënë thyrje, ka bënë linçim. Ne e dim që drejta e shprehjes është e mbrojtur me konventa ndërkombëtare, po i ka kufit. Deri ku nuk hin të nxitja e urrejtjes, nxitja e luftave civile e tjera, përçarjes, atëherë aty marron, domethënë drejta e shprehjes. Domethënë kur çka në kushton kjo zotëri Betaj? Edhe këta në këtë rast ai ashtu quajtur i dëmtuar këtë rast, sepse ai konsideron ai deklaroi që është sulmu, po të njëjtën kohë kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i Komunës, do të zoti Lështoku, tha jam sulmu nga zoti Mehania. Fillimisht e denojna sjelljen, gjuhën e urrejtjes, edhe prorjen deri në këtë situatë, kurse aty sa i përket në këtë rast të përdorimi ose roja e persona publik është e papranueshme, domethënë, por ne konsiderojmë edhe i besoj asaj çka ka thonë zoti Lështoku, që zoti Lështoku është sulmu. Edhe sulmu përmes rrjeteve sociale, po dhe aty për aty do të thotë është fy. Zoti Lështoku, jam i bindur që në moment që i shkon ftesa nga prokuroria e Kosovës, dhe i bindur që sot, ndoshta në këto momente kur po flasim na, nëse i shkon ftesa... Do t'i përgjigjet pozitivisht? Absolut i përgjigjet pozitivisht, zoti Lështoku. Asnjëherë nuk i ka ikë drejtësisë. Është raportuar dia që nuk i është përgjigjur. Vetëm një drejtësie që është shkruar drejtësi, ka mujt me ikë Sami Lështoku edhe njerëzit si Sami Lështoku. Drejtësisë në atë kohë operatori në këtë rast e të Serbisë, aparatit dhunës, po jo drejtësisë tonë. Edhe Sami, edhe secili zyrtar i Partisë Demokratike i përgjigjet ftesave të prokurorisë. Por përgjegjësia është individuale, nuk është përgjegjësia tani kolektive. Edhe me kod penal, edhe me kod procedurës penale të Republikës Kosovës, përgjegjësia është individuale. Edhe sa ka drejt me thonë në këtë rast ai Mehoni është, zoti Mehoni është sulmu, çash ka drejt me thonë Samia. Nuk jem në ata që vërtetojmë cili ka pas drejt. Edhe atëherë, unë nuk i ki fajsis, e kom thonë edhe të organet kompetente, kënesune jam fajtor. Por është interesant, unë nuk kom qenë fajtor, nuk jam fajtor, apel si do ati dhe të veproj njojt, më arsynë në vetme. Vetë vendosja, kur ishte opozit, e sulmej këtë qeverin, parlament, me gaz lëcjens, me Molotova, dejt Zola. E sulmej këtë kryeministri asoj kohë. Kur dul në opozit,
E sulmoj këpej atje ministri opozitën. Nuk kemi posë asë një rast në asë një republikë, asë një rast në Republikë të Kosovës nuk e kena posë një ministrë, mi sulmunit deputet. Aty në punë e organit në këtë rast kanë qenë avokat tonë dhe çështja u zgjidh me ndërmjetësim. Po me zotin Murati nuk kom pas rastin të komunikoj as para ati ngjarjes, po as pas ngjarjes, sepse nuk kom pas në interes me komuniku me një njeri apo me një zyrtar të shtetit i cili i ka quajt dëshmor të vendit, heroj të vendit, martir të vendit, i ka quajt mercenor.